Platforma online ose platforma fake kanë grumbullu dhona personale të qytetarëve. Qëllimi ka qenë që ato dhona më grumbullu dhe më përdor për qëllime ndryshme apo mund me thonë edhe qëllime kriminale. Mos t'japin dhonat tyre personale, ofrojmë punësim. Disa vendime të cilat Agjencia për Informim dhe Privatësi ka publiku e që është konstatuar që disa platforma online kanë bërë shkelje të privatësisë ndaj qytetarëve. Çfarë dhënash janë shkel në këto raste? Fillimisht faleminderit për ftesën Adelin. Agjencia për Informim dhe Privatësi në kuadër të detyrave dhe kompetencave të saj ka dhe trajtimin e ankesave të qytetarëve. Është e vërtetë që disa platforma online ose platforma fake kanë grumbullu dhona personale të qytetarëve të Republikës së Kosovës, qëse me mundësinë e punësimit apo mundësi të ndryshme që ju kanë ofruar qytetarëve, dhe qytetarët e Republikës së Kosovës kanë futur dhona në ato platforma. Ne kemi pranuar ankesa, por të pa që ato platforma janë platforma fake, ne në bashkëpunim me policinë e Kosovës, këtë rast policinë për krime kibernetike, kemi ngritur shqetësimet që ato platforma të mbyllen dhe ato dhona personale t'ju kthehen qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe mos të përdoren për qëllime për të cilat janë grumbulluar, që faktikisht edhe ne si institucion nuk kemi ditur qëllimin pse janë grumbulluar, por janë grumbulluar për qëllime ndryshme të qytetarëve tonë të Republikës Kosovës, duke i grumbullu dhona si emën, mbiemën, numër personal, fakultetin apo dhona ndryshme, që këtë qëllimi ka qenë që ato dhona më grumbullu dhe më përdor për qëllime ndryshme apo mund me thonë edhe qëllime kriminale. Falet më herët për platformat që kanë grumbullu të dhona personale. Sa prej tyre janë mbyllë dhe çfarë lloje të dhonave kanë grumbullu? Në fakt, ne Adelin, jem të jetu në epokë digitale. Është fakt në mënyrë të vazhdueshme që hapen të platforma. Në momentin që ne identifikojmë, po në momentin që ne kemi ankesa të qytetarëve, ne në bashkëpunim me institucionet kompetente, këtë rast siç e përmenda me policinë e Kosovës, i ngritëm këto shqetësime dhe i mbyllëm këto platforma. Por, unë bëj thirrje të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që fillimisht mos t'japin dhonat tyre personale pa pas një adresë caktune, një qëllim caktune. Sepse ndodh që një X institucioni për vetëm një numër apo një pikë apo një presje i ndrohet në atë platformë. Apo na shpjegoni se mundeni çysh i kanë mbledh këto të dhona personale, këto platforma? Ka kanë kërku kryesisht? Po, kryesisht në rrjetet sociale, Facebook, këto platforma kanë thonë, thirrja tyre ka qenë që ne ofrojmë punësim. Dhe ju jepni dhonat tuaj personale përmes një aplikacioni ku ne i kemi dhënë dhe i kemi plotësuar. Por që faktikisht ato kanë qenë komplet jo reale apo fake. Dhe në momentin që ne i kemi dhënë ato dhona, ata i kanë grumbullu dhonat tona personale, por asnjëherë ty nuk të kanë përgjigj. Thjesht i ka marrë ty ato dhona dhe i ka përdor për qëllime komplet tjera, ose qëllime, siç e përmenda, kriminale, ose qëllime për vjedhjet identitetit apo që forma të ndryshme që e kanë pas atë qëllim. Çka mundën për shembull dhonat personale me u përdor për çështje kriminale, në çfarë forme? Vepra penale, shantazh, hetim, ka shumë mënyra të keq përdorimit dhonave personale që bëhen vetëm aty t'i ofruar në rrjetet sociale